ku na ndajmë vetëm 2 ditë nga votimet për parlamentarët e 11 majit, në të gjitha komisionet zonale të administrimit zgjedhor kanë mbërritur materialet e nevojshme për procesin e zgjedhjeve. Sekretari i KZAZ 19 në Dibër, Agron Cara, tha se të gjitha materialet kanë mbërritur pranë KZAZ dhe pritet që ato të shpërndahen në qendrat e votimit sipas përcaktimeve të bëra nga Kodi Zgjedhor. Cara shtoi gjithashtu si i gjithë procesi deri më tani ka shkuar pa probleme dhe sa asnjë subjekt politik, koalicion apo kandidat nuk ka paraqitur ndonjë ankesë. Siç e shikoni, jemi në ambientet e KZAZ-s numër 19 në vendin e numrit votave, edhe nga pamja jashtë në gjithë baza materiale ka ardhur dhe është gati për shpërndarjen nëpër qendrat e votimit. Shpërndarja fillon ditën e shtunë pas orës 2. Do fillojmë nga zonat më të larta, Selishta, Lura, Kalaja e Dodës, pastaj në fundit të qytetit. Deri në këtë moment nuk ka asnjë lloj problemi nga KZAZ-ja numër 19, domethënë të gjithë puna ka shkuar normalisht. Po ashtu materialet zgjedhore kanë mbërritur në KZAZ 16 në Maç, 17 në Kloz dhe 18 në Bulqiz. Shpërndarja e tyre drejt qendrave të votimit do të nisë pas ditën e së shtunës, duke filluar nga qendra më e largët e votimit.